40 kilometra distancë dhe 2 orë rrugë. Ndërprerja e qarkullimit të linjave të trafikut urban shkakton të llovi në trafik. Dje trafiku urban i Prishtinës ka njoftuar qytetarët se për shkak të vështirësive financiare dhe mungesës së karburanteve do të ndaloj qarkullimin e të gjitha linjave, duke filluar nga dita e sotme. Shprehim keqardhjen tonë të sinqert për pasojat që kjo ndërprerje do t'ju shkaktoj. Qarkullimi do të rifilloj me njëherë pas lëshimit të mjeteve nga Ministria Financave, të cilat i mundësojnë komunës së Prishtinës të shlyejë obligimet e saj financiare ndaj ndërmarrjes, u shprehën zyrtarët e trafikut urban në rrjetet sociale. Gazeta Fol Drejt ka kontaktuar me një qytetare nga një fshat i Klinës, e cila tha se udhëtimi i saj i mëngjesit sot ishte shumë i vështirë. E hëna zakonisht është ditë e ngarkuar, por sot situata ka qenë edhe më e rënduar për shkak të ndërprerjes së linjave të trafikut urban. Rruga që zakonisht zgjat maksimumi 45 minuta i ka marrë plot 2 orë, ndërsa kolona ka nisur që nga Slatina e deri te vendi i punës. Qytetarja thot se qarkullimi i rënduar ka krijuar vonesa të mëdha për të gjithë ata që vijnë nga fshatra drejt Prishtinës, por edhe vetë qytetarët e kryeqytetit.